Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ushtruesi detyrës së presidentes së Republikës Kosovës Albulena Axhiu premton vazhdimin e dokumentimeve të krimeve të luftës nga Serbia pas omazheve në Poklek dhe Çikatov të vjetër. Axhiu tha se institucionet janë angazhuar për të shtuar kapacitetet si në polici dhe ashtu në prokurin speciale si dhe është miratuar Institutit për Krimet e Luftës me qëllim që të dokumentohen të gjitha krimet. Ende nuk ka drejtësi për masakrën e Poklekut. Ne kemi pas në vazhdimsi takime me familjarë të familjes Elshani, Muçolli, por edhe të tjerë. Kemi kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të merren me rastet e krimeve të luftës, prandaj edhe nga këtu bëj thirrje që institucionet e drejtësisë pavonesa të adresojnë krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe gjenocidin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Transportit Maqedonisë Severiut Aleksandar Nikolovski garanton për sigurimin e mjeteve shtesë për përfundimin e autostradës Kërçov-Or. Pas një debati të gjatë për ndërprerjen e punimeve në këtë autostradë, ministri tha se u vendos që punimeve të vazhdohen për shumë arsye dhe sipas tij autostrada do të përfundojë në fund të vitit. 175 milionë euro mjete shtesë janë siguruar për vazhdimin e punimeve. Nikolovski foli edhe për autostradën Prilep-Manastir, e cila duhet të përfundojë në vitin 2029. Sipas tij nga kompania realizuese, është planifikuar që pranverën e ardhshme të hapin kilometrat e para. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar qeverinë për mos zbatim sistematik të ligjit për përdorimin e gjuhëve. BDI vlerëson se përpjekja e deputetit për të paraqitur si sukses publikimin dygjysor të dokumenteve në gazetën zyrtare në fakt është shndruar në dëshmi publike të mos respektimit të ligjit nga vetë institucionet që drejtohen nga kjo shumicë. Gazeta zyrtare, siç thot BDI, nuk vepron mbi bazë dëshirë politike, por mbi detyrim ligjor për publikimin në dy gjuhë, sipas trendit juridik në fuqi. Mëtej BDI nënvizon se përmes krahasimeve që deputeti i vlen ka bërë me institucione të tjera, është pranuar publikisht se shumë prej tyre nuk e zbatojnë detyrimin për përdorimin e gjuhës shqipe. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretensën për të pandeurit e dosjes së autoritetit rrugor shqiptar përfshir ish drejtorin Eviz Berberi dhe dy zhvarcit e Belinda Ballukut, Gentian Gjyli dhe Real Delezi. Për 21 të pandeurit, SPA kërkon 50 vite e 6 muaj burg, të akuzuar për shkelje të barazisë në tender, korrupsion pasiv, mashtrim me pasoja të rënda dhe falsifikim dokumentash. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi për Berberin ulet në 6 vite 8 muaj burg, si dhe i ndalohet të ushtrojë funksione publike për 5 vite. Berberi është paralelisht i pandeur dhe në një tjetër proces bashkë me ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Të dy akuzohen për shkelje të barazisë në tenderin 190 milionë euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka dekretuar për lirim nga detyra të 5 ambasadorëve dhe ka emëruar 2 të tjerë. Lirohen nga detyra ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Kinës, Riza Poda. Lirohet Bardyl Canaj si ambasador në Serbi, Sami Shiba ambasador në Egjipt, Vasilika Hysi ambasadore pranë zyrës së OKB-s dhe Albana Daullari si ambasadore në Mbretërinë e Belgjikës. Emërohet në detyrë Gazmend Barbullushi si ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Belgjikës dhe Albana Daullari në detyrën e ambasadorit në misionin e Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.